Shtetet e Bashkuara kanë shpallur si terrorist global 4 grupe të majta në Gjermani, Itali dhe Greqi, të cilat u cilësuan si organizata të dhunshme të Antifas. Në një deklaratë për shtyp, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se këto grupime po përfshihen në listën e veçantë të terrorizmit për të mbështetur zotimin e presidentit Donald Trump për t'i goditur aktet politike të dhunshme. Rubio njoftoi se nga 20 nëntori synon t'i fusë këto grupe edhe në listet e organizatave terroriste të huaja, duke paralajmëruar se shënjestër do të jenë edhe celula të tjera në vende të ndryshme. Ai u shpreh se grupet e lidhura me këto lëvizje mbështeten në ideologji anarkiste dhe marksiste dhe shpesh përdorin qëndrime anti-amerikane, antikapitaliste e antikrishtere për të justifikuar dhunën. Rubio shtoi se SBA do të përdorë çdo mjet për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe për të prerë rrugën financimeve të organizatave që konsiderohen kërcënim. Sipas tij, synimi është që të goditen edhe grupe të tjera të Antifas në mbar botën. Administrata Trump prej muajsh ka akuzuar mbështetës të Antifas se nxisin tensione politike, sidomos pas vrasjes së aktivistit konservator Charlie Kirk në shtator. Në këtë linjë, republikanët kanë ngritur shqetësime edhe për rolin e këtyre grupeve në protestat kundër autoriteteve federale të migracionit në Los Angeles, Chicago dhe Portland. Analistët thonë se veprimi i fundit i Washingtonit pritet të shtojë debatet mes forcave politike në SBA, si dhe mund të ndikojë edhe në marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me disa vende europiane.